Për këtë arsye, sufit janë që presin kurbane për evlijat e tyre. Për këtë arsye, ato bojnë ibadete dhe luq për evlijat, pran evlijave të tyre, se pretendojnë se Zoti është aty. E kuptove tash pse në përtej që therin kurbane, pse në përtej që bojnë luqe, pse në përtej që loj ibadet, pse në tej që rotullohen dhe sallakohen. Për këtë arsye, se ato pretendojnë dhe mendojnë se Allahu Azza wa Jall anë brendësin evlijave të tyre. Pa ata, thojnë evlijat janë më të lartë se pejgamberët. Evlijat më të lartë se pejgamberët. Për çka se pejgamberët, apo mësimi pejgamberëve të ne, thot ka arë me një ndërmjetësim. Pejgamberi Allahut ndërmjetësim ndaj Allahut. Ndërsa, ne thot e mormi diturin drejt pe Allahut. Evlijaja flet, kur flet aj flet Allahut. Pra vëllezër të ndërshëm, këto janë budalliqet e tyre. Pa ata Ibn Taymija tha, këto e kanë rënu dinin Allahut. Se dini Allahut, apo shtilët e dinit Allahut. Se dini Allahut a besim në Allahut, këta devijun këtë qështë. E ditën besim pejgamberët. Thanë pejgamberët janë më të ullët se na, më të ullët se evlijat. Se evlijat janë përzi me Allah. Dhe na i ndëgjojmë evlijat, faktikisht ato, mos fol pika se evlijaja s'na mollin nga në gje. Pse po ngojka? Se Allah. Për këtë arsye edhe kjo dërvishfëllëk, patin mesin ton dhe ende ekziston. Sidomos të plaka dhe plecë. Me fol për evlijat, thot, njënin, dëban, vledhë të ndërshëm, kjo devijimi tyre. Para ta ato e ullën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam poshtë. Tha, na dim ma mirë se pejgamberi Allah dhe pejgamber, se na kur po shkojmë ndërth, kur po na unon evlijaja, na ka unu Allah, para ta, mos u çudit se ti kije me plot anijet mëdhaja dërvishave që në Stamol me i thonë evlijaja hipni dhe fundos në hinë dhe fundos. Ja ka thonë besatimi, la ilaha illallah, Allah ka hinë brendësin e tërë. Tha e kanë rënu dhe ahiretin, Ibn Taymija besim në ahiret, a di që besojnë? Sufit në ahiret, dërvishat në ahiret, bekteshit, këte janë belaje me e modhë, bekteshit dhe Beshar Esedi nuk kanë dalim. Bekteshit ton dhe Nuseirit janë në një parim. Mitë sa të mujsh fmi, qaq manat gjennet. Ato kanë parim. Allahu ka hinë trupin e Besharit. Jo a mendoni se këto bojnë hajgara? Na vetëm jena ahlisunneti për fatkeq, që dinin tonë e kena bojnë hajgare. Besimin tonë hajgare, kur kanë vakt e mësoj, kur s'kanë vakt s'ka problem. Dhe në dërvish Istanbulit na i mëson këtu, se kur ka ardhë është prezent, po si e duke e pa, do të shif një dit, a më do tjetë vonë. Pra vledhët të ndërshëm, ahiret ato besojnë dhe pretendojnë. Ibn Arabiu thot, dhe ato që hinë xhenem adaptohen dhe knoqen me zjarë. Cëllë ja dalimi mes ati që punon dhe ati që s'punon, tha ki dolim, ki shkon xhennet, a i shkon zjarë, knoqet me zjarë, e ti shkon xhennet dhe knoqet me xhennet. Për këtë arsye vledhët të ndërshëm, ato i rënuan parimet e Islamit, i rënuan parimet e dinit Allahut Azza wa Jall. Dhe lloj grupacione janë prezent. Për këtë arsye, kujdes nga ato dhe neve mas shumë ti na duhet që ta kuptojnë shahadetin, që të kapëni me dhëmbal ndaj këtij kuptimit, që ahlisunneti dhe xhamati sakrifikoj çdo sen që e posedoj. Sakrifikuan kohën, sakrifikuan dhe shpenzuan mallin dhe dhan jetën e tyre për të mbrojt kuptimin e saktë të fjalës La ilaha illallah. Kuptimi devijuar.